E mo të levet e mi. Gamuadh bin Gjebeli na është përcjell se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Biri i Ademit nuk mund të hapërojë ditën e Kiametit para se t'u përgjigjet 4 pyetjeve. Jetën e vet ku e harxhoi, rininë e vet ku e çoi, pasurinë e vet si e fitoi dhe kujt ia ndau, diturinë e vet sa e praktikoi. Si është e mundur që njeriu të jetë njëkohësisht dietar dhe munafik? Pejgamberi alayhis salam ka thënë: Vërtet, unë nuk brengosem për ju nga ndonjë besimtar apo mushrik. Besimtarin e mbron imani i tij, kurse mushrikun e asgjëson kufri i tij. Por brengosem për ju nga ndonjë munafik që diturinë e ka në gjuhë, flet për atë që ju e doni, kurse punon për atë që ju e urreni. Bitë mi, ky pra është ai që kokën e ka për plot dituri, kurse zemrën e ka të zbrazët nga ndroja ndaj Allahut. E cila është shenja e drojës ndaj Allahut? Shenja e ndrojës ndaj Allahut është të vesh kufi mes vetes dhe gjunaheve. Çka e ndihmon njeriu t'ia ketë drojën Allahut? Përkujtimi i vdekjes dhe ahiretit. Kjo i pastron zemrat e dëmkosura dhe i azvoglon njeriu të lakmin ndaj kësaj bote. Pejgamberi alayhis salam na ka lënë 2 këshilltar. Njëri flet e tjetri hesht. Ai që flet është Kurani, ndërsa ai që hesht është vdekja.